Dëgjojeni me vëmendje këtë deklaratë të kryeministrit Kurti pasi e përfundoi takimin me Lumir Abdixhikun. Është bindja ime që ka një dallim drastik midis rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të lidhjes demokratike të personit. Rezultati zgjedhor është i tillë çfarë është, ai është vullneti i popullit dhe ne nuk mund bëjmë si lëvizje vetëvendosje një marrëveshje e cila do ta zëvendësonte vullnetin e popullit. Pra, pengesa e madhe sipas Kurtit që s'po lejon daljen prej kësaj bllokade të tmerrshme institucionale është vullneti i popullit. Kurti, sipas Kurtit, po e respekton. TDK-ja s'po e respekton duke kërkuar pozitën e presidentit. Në fakt, vullneti i popullit tonë është dalja prej kësaj krize institucionale. Nuk ka matje, por ndoshta 99% e shqiptarëve kërkojnë që më u formu sa më parë institucionet. Nuk ju intereson fort se kush ulet në karrigën e presidentit. Edhe vartësit e Kurtit, ministra e deputet, nga paraqitjet publike të tyre, ishte e qartë se nuk e kanë të qartë se për çfarë arsyesh lideri i tyre nuk po bën marrëveshje. Balancin demokratik. A duhet balanci demokratik mbi vendos mbi vullnetin demokratik? Ata shprehnin qëndrime të sforcuara. Pra, edhe këta duan formim institucionesh, e lere më populli. Kontradikta më e madhe këtu është se për Kurtin, respektimi i vullnetit të popullit për pozitën e presidentit, e zgjedhje presidenciale s'kemi mbajt asnjëherë, është më i madh se respektimi i vullnetit të popullit për formim institucionesh. Tash e 3 herë. Ndërkohë, absurditeti është se Kurti po lufton shumë specifikisht me respektu vullnetin e popullit kundër një emri të përvetshëm, Vjosa Osmanit. Ajo është kandidatja e LDK-s për presidente. E njëjta grua që ishte kandidatja e tij për presidente më 2021-ën. E njëjta grua që të gjithë mendonim, përfshirë zyrtare deputet të VV-s, se ishte kandidate e tij për presidente edhe në 2 palë zgjedhjet e vitit 2025. Pra vota juaj do të shkonte për president Osmani, nëse garon edhe një herë. 100%. Unë e japit çdo herë votën 100 herë dal 100 herë kur më dhon votën. Hajde na tregojeni sinqerisht, sidomos ju që jeni me vetëvendosjen, se a ka ndonjë kuptim kjo? Do ta zëvendësonte vullnetin e popullit